Në një zonë të banuar pranisht ndërmarrjes së rrugëve në Vlorë, banorët e 6 pallateve janë përballur me një ndryshim të papritur në organizimin e mbetjeve urbane. Pa një vendim të shpallur të Këshillit Bashkiak dhe pas një njoftim paraprak për komunitetin, ndërmarrja e pastrimit dhe gjelbërimit ka zhvendosur kontenerët e mbeturinave, ka vendodhja e tyre më parshme brenda bllokut të banimit. Ky veprim i ndërmarrë në një ditë të zakonshme ka krijuar pakënaqësi të menjëhershme tek banorët, të cilët e konsiderojnë ndërhyrjen të pajustifikuar dhe në kundërshtim me rregullat institucionale. Sipas tyre, pika e grumbullimit të mbetjeve është përcaktuar vite më parë me vendim të Këshillit Bashkiak dhe çdo ndryshim duhet të kalojë përmes të njëjtës procedurë ligjore dhe transparente. Aktualisht, kontenerët janë zhvendosur më shumë se 200 metër larg në rrugën e Unazës, duke bërë më të vështirë aksesin për qindra banorë të zonës. Për shumë familje, veçanërisht për të moshuarit, kjo distancë përbën një pengesë reale në përditshmëri. Pamjet e siguruara, tregon një banore të zonës, e cila kërkon vendodhjen e re të koshave të mbeturinave, e hutuar nga mungesa e tyre në vendin e zakonshëm. Kjo zonjë që po ndiqni në ekran, po kërkonte koshat e mbeturinave, duke reflektuar situatën e paqartë dhe mungesën e informimit për komunitetin. Banorët ngren dyshime se zhvendosja mund të jetë bërë për të favorizuar një pallat të ri në zonë, tashmë i banuar, si dhe një biznes pranë tij. Sipas tyre, ky veprim është kryer pa marrë parasysh interesin e përbashkët të qindra qytetarëve që jetojnë në këtë blok, duket se ndërmarrja e pastrimit i ka bërë qok një pallati dhe një biznesi aty pranë, pa marrë parasysh interesin e përbashkët të banorëve, shprehen ata. Po, ka qenë koshat ishin problem për pallatin dhe për biznesin këtu afër dhe u detyruan të postojnë 50 metra apo 100 metra tek rruga kryesore. Tjenë edhe afër psikiatrisë që të ketë një opsion tjetër. Duhet të ketë, po do gjenë në vend kastile, ose çdo biznes të ketë koshin e tij dhe det ja marri makina. Ku ka koshin, siç e ka vënë, ka koshin, le të mbledhin mbeturinat, të kalon bashkia dhe merr. Tani bie që para objektit nuk lihet, para biznesit nuk lihet, qytetarët do ngrihen nga atje, do vënë atje, po s'ka zgjidhje. Kështu është, ose do biznes më keq është për biznesin, qytetari i hipi makinës dhe iku. Po ata që s'kan makinë do bëjnë ecje, vënë në palestër do bëjnë ecje. Ani kjo zgjidhja, mira zgjenet asnjëherë. Po ndërkohë duhet i vendimi Këshillit Bashkiak të spostohet koshi. Nuk ka pasur, realisht këtu nuk ka pasur kosha. Ka qenë këtu, kur u bë rruga, ka qenë më këtu, ka qenë rruga dhe ata spostuan e çuan këtu. Kur u bë rruga kryesore dhe ngelën. Po patjetër. Tani mirë është që të mlidhet Këshilli Bashkiak të shikojë në bazë të ofrimit të qytetarëve sa i takon. Realisht sa pallate janë në bazë të ofrimit ku i takon të gjejë një vend që mos të prishi punë, as për qytetarët, as për bizneset. Po edhe familjarët, biznesi këtu para koshat mbeturinat aty shtëpia këtu sëmundje gjallë, kupton? Banorët kërkojnë sqarime zyrtare nga Bashkia e Vlorës dhe rikthimin e menjëhershëm të kontenerëve në vendodhjen e mëparshme, deri në një vendim të qartë dhe të lishëm nga Këshilli Bashkiak. Ata theksojnë se çdo ndërhyrje jashtë procedurave përbën shkelje të drejtpërdrejtë të rregullave dhe cënon cilësinë e shërbimeve publike. Situata mbetet e paqartë, ndërsa banorët paralajmërojnë se do të vijojnë të kërkojnë të drejtat e tyre përmes ankesave dhe reagimeve publike. Ky rast rikthe në vëmendje rëndësinë e vendimarrjes transparente dhe përfshirjes së komunitetit në çështje që ndikojnë drejt për drejt në jetën e përditshme të qytetarëve.